Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar vëllezër besimtar, gjërat që kanë të thuhen për vendet ku jepet zakati janë të shumta. Ne i kemi përmend ato që përmenden në Kur'an me pak ngutje, por ka dhe mesele të reja që kanë të bëjnë me çështjen e zakatit, si në dhënie ashtu edhe në marrje. Megjithatë, ato do t'ja këshmlon çdo kujt kur i shtrohet, i paraqitet ajo nevojë, të mos nguroj të pyes hoxhallart, hoxhën që e ka më afër, hoxhën që e ka të besueshëm për me marr përgjigjet adekuate për meselet e zakatit, mos nguroj. Edhe nëse nuk i kujtohet, por më rëndësi është ta hek hezitimin për ta dhënë zakatin, sepse me zakat vërtet malli pastrohet, vërtet puna çelet dhe jo rastësisht më duhet ta them që në fillim të kësaj ligjërate që do të ketë një temë tjetër, befasia është kur i sheh njerëzit që japin zakat se si lavdrohen për bereqetin dhe për punën që e kanë pas në vitin tjetër. Unë nuk po flas çka kemi lexuar në libra, edhe shembuj të gjeneratave të para, me thonë e po ata po. Unë po të transmetoj sa dush fjalë të shqiptarëve që kanë dhënë zakatin, sa din mu lavdru masi e kanë dhënë zakatin. A më e çuditshme janë mua në jetën time që më kanë ndodhur, është në fshat kur kam pa dy ara, një tokë domethënë që është da prej një gjyshi. Dy vëllezër e kanë punuar me grun, sasia e arës nuk ka qenë e barabartë, proporcionalisht me të njëjtin hizmet, me të njëjtin shërbim, njëri i cili është më pak i njohshëm për punëtor vallahi, ka marr më shumë grun në çat arë në megj, ti shkon toka më e fortë, më e butë, ti shkon që njëri është më afër ujit, tjetri më larg. Kisha thonë vetvetiu toka ka thith ujin, po. Wallahi edhe billahi, kjo më ka pas befasu shumë për smiri dhe natyrisht që muslimanit i rritet imanin në kësi raste, kur proporcionalisht ky ka marrë grun më shumë se sa ky tjetri. Nuk kam pas ku ta lidh tjetër, sepse kjo është më punëtor ky rasti tjetër. Kjo është më shumë i rrin gati arave të veta. I njefsha personalisht të dy rastet, po vetëm dallimi është se ky jo si vjet, po edhe vjet e pa të dhënë zakatin grun, ky tjetri nuk ka ditë as me vetë. Domethënë shembuj shumë praktik ka në këtë fushë. E Allahu i plotfuqishëm i rre gati fjalës vetë se nuk na ka premtuar neve për me na mashtru, për me na tratu, po fundit të Allahut krejt jemi, te ai krejt kemi u kthy, edhe pasuninë që na e kemi në dynjat, ajo nuk na bën fare dobi neve në natë të varrit e as ma tepër masanej. Pra, ta hekim hezitimin për ta dhënë zakatin, nuk kem nevojë ta ngarkojmë veten me atë që nuk na takon në dhënien e zakatit si rezultat i mosdijes, por të njëjtën kohë edhe të mos mundohemi të ikmi zakatit, sepse Allahu i di qëllimet tona, Allahu i di zemrat tona. Kam përmend edhe gjatë ligjëratave, po përsëris, nëse dikujt masi i ka kalu 11 muaj, i është dasht me ble një kamion, i është dasht me ble një kerr, i është dasht me ble një maqinë, që me blemjen e asaj maqine i ka ra një sabi, atë nuk ka kur farë pengese nuk ka për me ndodh një gjatë til, pra kë nuk e jep zakatin si vjetë. Por nëse kë këtë e ka bo me qëllim ta blej tash, ani pse nuk po mvyn, ani pse unë jam të hynë në sezonin e dimrit, cili është sezoni i vdekun, që edhe këto masinat që i kam më rrinë gjysa, po ta blej se janë 11 muaj se po më duhet me dhënë zakatin, këtë Allahu nuk e pranon, e ju e dini që kjo punë është me zemër, kjo punë është me nijet. Për këtë arsye, a ka llogari dikush mu fal për hir të njerëzve? A ka llogari dikush mu lag dimnit edhe verës? Në borë, në shi, në dimën, në diell, edhe me ju nështru me ranë sejdë për hatër njerëzve, nuk ka llogari. Ma mirë hiç që s'falet nëse se ka bindjen, se sa me boloj me namazin, këtë rast kishum thonë edhe me zakatin. Ajo nëse bëhet për Allah. Nëse nuk e bën s'ki nevojë për hatër të kërkujt me bo. Tema e sotme është për sadaqatul fitrin, që
si temë nuk i ndahet asnjëherë në radhitje librave të zakatit. Për këtë arsye dëshiroha që ta përmbledhim edhe këtë temë në pika krejtësisht të shkurtra në kuadër të temave që kanë të bëjnë me zakatin. Sadakatul fitri ose ndryshe zakatul fitri. Zakatul fitri. Fitrun i thuhet mos agjerimit. Pra e kundërta e fjalës siyam është fitr. Njeriu o agjeron o bën fitr. Në me këtë fjalë i thuhet edhe asaj shujtës të gëzueshme në Ramazan, në ditën e agjerimit, që e kemë me momentin e namazit të akşamit që quhet pra iftar. Iftar pra prishja e agjerimit i vjen. Domthon prishja e agjerimit. Mëngjesit, shujtës së mëngjesit arabisht i thojnë fitr. Pse? Sepse e tregon kur ha njeri në mëngjes e tregon të kundërtën e agjerimit. Nga kjo po ashtu i thuhet namazit të Bajramit, Eidul Fitri ose Salatul Eid është namazi i Bajramit. Po cilit Bajram? Bajrami të Ramazanit apo i thojmë Eidul Fitr. Ramazani i Bajramit, Bajrami i Ramazanit, që është për qëllim pra dita kur mon nuk agjerohet mas 29 respektivisht 30 ditëve agjerim. Sikur që quhet ai Bajrami tjetër, Eidul Adha, fest e kurbanit. Kjo është festa e mos agjerimit, ajo është festa e kurbanit. Dhe pra nga kjo quhet edhe një pjesë e caktuar e pasurisë e cila i jepet në përfundim të Ramazanit që quhet zakati i fitrit, zakati i fitrit. Atëherë, çka është zakatul fitri ose sadakatul fitri? Është një sadak e cila është obligohet pra me rastin e Bajramit të Ramazanit dhe i referohet pra Bajramit sepse ardhja e Bajramit është shkaktar i obligimit të kësaj sadake. Çfarë dispozite ka kjo? Ka mendime të dietarëve, por ajo që mund të thuhet më sakta është obligim. Disa i thojnë vajib, në mëdhëbin Hanefi është vajib, për shkak se obligimi i saj nuk ka ardhur me Kur'an, por ka ardhur me sunet të fortë. E rregullat në mëdhëbin Hanefi janë se gjithçka që vjen me argument dhanni i thuhet, e që tek Hanefit në usulul fiqh argumentet që vijnë hadithe ahad, hadithe të individëve që pra nuk janë mutawatire, konsiderohet obligimi që vjen prej tyne, konsideron argumente dhannie, jo të prera, dhe rrjedhimisht obligimet që vijnë prej atyne argumenteve e çojnë atë dispozit deri në atë norm deri në dispozitën e vajibit e nuk mund ta çojnë deri te farzi. Pra kur dihet se Hanefit kanë dallim mes fjalës farz edhe vajib. Pra edhe të tjerë i thojnë vajib, disa i thojnë sunnet i fortë, mirë po, megjithatë kjo duhet të kryhet e është interesante se tekstualisht fjalën farz nuk kemi hadithe tjera që përmendet jashtë këtij hadithi ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam siç transmeton Abdullah ibn Omeri ka thënë farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, e ka obligu i dërguari sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Pra fjala farada nuk është përdor në asnjë dispozit tjetër tekstet e Kur'anit e as të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as për namazin, as për agjerimin, as për zakatin, as për haxhillëkun. Është interesant, pra është përdor këtu me këtë shprehje. Pra fjalët farz vajib nuk kanë qenë të njohshme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë shprehje që më vonë dietarët i kanë nivelizu, i kanë klasifiku obligimet dhe i kanë bërë normat se këtu janë dispozitat e shariatit dhe çdo obligim ose çdo detyrë patjetër duhet të jetë ose kategorisë që nuk bën të lihet pra farz, ose kategorisë që nuk bën të lihet, po nuk e ka argumentin Kur'an ose hadith mutawatir Hanefit për i thonë vajib, ose është mendu mustahab sunnet janë shprehje,
Pra që është e preferuar të bëhet, nëse bëhet është mirë, nëse nuk bëhet nuk ka gjuna, ose është mubah, e lejuar, pra as ka sevap, as ka gjuna, ose është mekruh, të nxihen, pra hanefite bojnë edhe këtë dallim. E kundërta e asaj që është e urrëtur, nëse që është sunnet, pra e preferuar. E kjo mekruhi është e urryer, por jo me argument prem. Nëse e bën, nuk bën gjuna, po mos me bë është më mirë. Mekruh tahrimen, e cila fiton gjuna edhe fundit e harami është që është e preme pra me argument dhe është krejt e ndaluar. Kur është bë obligim zakatul fitri është bë obligim ose e ka marrë dispozitën e vet në kohën e pas hijretit në vitin e dytë respektivisht. E që na koincidon me shkakja? Të njëjtën vit është bë obligim edhe zakati, e para zakatit të kanë bë obligim agjerimi i Ramazanit. Pra, edhe fitri ka ardhur të njëjtin Ramazan me obligim. Në atë Ramazan çka ka pas ndodhur edhe? Ka pas ndodhur edhe lufta e Bedrit. Për çka çfarë urësie ka zakatul fitri? Janë disa hadithe që ka pak janë me fjalë, po megjithatë ka shumë dietarë që i kanë konsideruar sahiha ose hasan. E disa mbesin të nivelit të mos argumentimit me to. Ndër ato hadithe është atë që transmeton Ibn Abbasi, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafath." Allahu thotë ka obligu zakatul fitrin si mënyrë për ta pastruar agjerusin prej fjalëve të kota që i ka bë gjatë ditëve të agjerimit. Wa tu'matan lil-masakin, dhe të njëjtën kohë e ka obliguar Allahu për të qenë si ushqim i të varhune, men addaha qabla as-salati fa hiya zakat. Kush e jep atë para namazit, është fjala para namazit të bajramit, ajo pranohet, është pra zakatun maqbule, është zakat i pranuar. Wa men addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. E kush e jep mas namazit të bajramit, ajo është një lëmosh, një ndihmë, një sadak e rëndomt, sikur për gjatë gjithë vitit. Pra, për këtë hadith e kisha fjalën. Njeriu gjatë agjerimit pra mund të ketë lëshime, dhe ato lëshime Allahu i plot fuqishëm mund të ndaj shlyj për që ta pranoj Ramazanin ton të plot. Mund të bëj biseda të kota, mund të ketë bë gibet, mund të ketë bë domethënë gjuna prej natyrave të ndryshme, atëherë zakatul fitri, elhamdulillah që Allahu e ka lënë një normë e cila nuk është shumë e pa përballueshme, e cila mundet me na pasru neve tërësisht prej gjunaheve të mundshme të agjerimit. Kur duhet ta japim zakatul fitrin? Kur është obligim? Nëse është obligim, nëse është vajib ose çfarë do, kur e merr këtë dispozit? Këtë dispozit ka dy mendime të dietarëve se kur është obligim. Dietarët Maliki, Shafii dhe Hambeli e shohin se kjo bëhet obligim kur përëndon dielli në ditën e fundit të Ramazanit, aty fillon të bëhet obligim. Dita e fundit e Ramazanit. Kur është dita e fundit e Ramazanit? Kur del hana e Shevalit. Nata e Bajramit që i thojmë na. Nëse Ramazani ka 29 ditë, domethënë ditën e 29 zakonisht do të shikohet hana. Nëse dikush na lajmëron se u pa hana, e ajo ndodh pikërisht rreth iftarit në atë kohë, atëherë ajo ka qenë pra hana e Shevalit, hana e re, dhe Ramazani përfundon me 29 ditë. Atëherë pra bëhet obligim
zakatul fitri. E nëse nuk është pa atë natë, atë natën tjetër nuk ka nevojë hiç me dalë me këshyr, por plotësohet Ramazani me 30 ditë. Në momentin kur bëhet akshami dhe është iftari i fundit pra i Ramazanit, atëherë bëhet obligim të këta dietar zakatul fitri. Ndërkësh te Ebu Hanifja dhe Maliku ka një transmetim tjetër që ka thonë atëherë zakatul fitri është masi të hyn koha e namazit të sabahut ditën e Bajramit. Për kësa është dallimi këtu? 12 orë. Varësisht për dita sa është e gjatë edhe nata, tash në verë kjo jo, i ka ma pak, pra akshami bëhet dikun në ora 8, ndërkësh sabahi është dikun në ora 4, atëherë i kemi këtu tash 8 orë. A ka dallim? Edhe çka është interesant kjo punë? Po sa shumë interesant, po megjithatë mund me ardh dispozita të caktuara. Për dispozitave të caktuara, nëse Allahu e fal një fëmijë në atë familje në ora 10 dikun. A do të më dhon sadakatul fitrin për ta apo jo? Këto janë mendimet e dietarëve. Te këta tjerë pra, Malikit, Shafit, Hanbelit, i bën që duhet më dhon, apo? Ja. Se obligim është bë kur është bën kona akshom, kona akshomit ta u kon ky gjallë, ky nuk është kon gjallë, ky ka lind masanej. Domthonë masi ka hin fuqi obligueshmëria e këtij. Ndërkësh te Hanefit i bën, po, ky konsiderohet pjesë e njerëzve që duhet t'i jepet zakati për to. Njëjtë është nëse do dikush e pranon Islamin në ndërkohë. Kush duhet ta jep zakatul fitrin? Zakatul fitri jepet për çdo musliman, qoftë mashkull ose femër, i lirë ose rob. Për zakatul fitr obligohet kryefamiljari t'i jap për çdo musliman që e ka në shtëpi, mashkull ose femër, i lirë ose rob, i vogël ose i madh. Pra pavarësisht është prej atyre që ka lind një ditë përpara, apo është prej atyre që ka 90 vjet, për çdo njërin prej tyre obligohet kryefamiljari ta nxjerrë zakatul fitrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast e përmend atë hadithin e mëhershëm, ai hadithi madje është silsile dhe hebije i thuhet në transmetim është shumë i fortë. Pra transmetim shumë me njerëz të besueshëm, sipas Imam Buhariut silsile dhe hebije pra. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Dërgumi sallallahu alaihi wasallam ka bë obligim zakatul fitr një tas që do ta shohim çfarë tasi bëhet fjalë, prej hurmave ose prej grunit, në fakt elbit, grunit, hurmave, tash do të sharohen llojet e ushqimeve për çdo rob ose të lirë, mashkull ose femër, të madh ose të vogël prej muslimanëve. Pra, kështu i dërgumi sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Pra, ne jemi të obliguar të japim për gjithë ata që i kemi nën kujdesin ton. Nëse jemi të martuar, pra jemi të obliguar të japim për bashkëshortën, jemi të obliguar të japim për fëmijët, nëse i kem prind me vete, për prind, nëse janë vëllau, motra, kushdo që jeton me neve në një shtëpi, ne obligohen që të japim për gjithë ata zakatul fitrin. Pra, cili është kriteri? Kriteri është për ka kujdesësh ti gjatë vitit, për të njëjtit e jep edhe zakatul fitrin. Për ka jepet zakatul fitrin në këtë rast, përveç këtyre çfarë kriteri ka, çfarë kushte duhet të plotësohen? A do të ketë personi nisabin? A ka nisab për zakatul fitr? Nuk ka nisab. Është një nisab pe e quajmë nasë, se kanë quajë dietar, kanë thonë si të kemë për vetin ditë Bajramit me hongër boll, ai dhe familja vet, vetëm ditën e Bajramit obligohet me dhon zakatul fitrin. Pra këtu zgjerohet rrethi atyne që japin. Nuk është sikur të zakati atje. Kushdo që pra i kishte 4.000 euro, 5.000 euro të zakati, mirë po ato nuk i mjaftojnë për veti, ose i mjaftojnë po janë vetëm për veti dhe familjen, ai nuk obligohet me zakat.
E këtu jo, sepse ai është për një vit. Këtu obligohet me zakatul fitr çdo person i cili ka për veti dhe familjen e tij ditën e Bajramit, mundet pra aty në më ju dalë në mënyrë të mjaftueshme dhe ajo është masa që mund të konsiderohet kriter ose se kush jep ose kush nuk jep zakatul fitr. A do të jenë musliman këta personat për cilët jep zakat? Hadithi e tha minel muslimin, prej muslimanëve. Nëse dikush bavaki me pas një rob jo musliman, në këtë rast, nëse dikush pra e ka pranuar Islamin, babën nuk e ka musliman ose është i martuar me jo muslimane e tjera, pra nuk obligohet që për ata të jep zakatul fitrin. Sa duhet jepet? Sadakatul fitri, sa duhet jepet? Duhet jepet qysh thot Ebu Said el-Khudri ka thonë kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e jepnim një tas ushqim. Domethënë sasia është një tas, po përkthejmë këtë sajnë një tas ushqim. Thot sahabiu dhe të njëjtën kohë ai thot se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bënim këtë që hadithi pra prej mauqufit shndrohet në dispozitë me hadith marfu që e merr dispozitën sikur me pason vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilat lloje të ushqimit janë ato që i jepen? Llojet e ushqimit që janë përmend nëpër hadithe janë këto: hurmja, gruri, rushi i thatë, elbi, edhe akith i thuhet një kategori, një lloj i ushqimit që në ditët e sotme kem pak ma problem me kuptu na në vise tjera, ka dugagjini i thuhet kos i kullum. Nuk është fjala për kajmak. Kos i kullum, a dini pse e bojnë? Për deponim. Do të thonë kur dalin në bjeshk, bojnë prej produkteve të qumshtit të tilla që qëndrojnë gjatë, që me kalu të ndimnin me to. Djathi a qëndron shumë? A pak a shumë qëndron? Madje nuk preferohet sipas ekspertëve djathin me hungër taze. Djathi taze nuk është djath, thonë. Bile, ndoshta më mirë është me prit një 6 muaj me i bo ai, pastaj formsohet dhe merr vet formën edhe vlerat tamam të djathit. Djathi pra, a përkthejmë djath nuk i thuhet që si e kit djath, po ngjashëm. Produkt do të thonë i qumshtit që qëndron. E kosi i kullum hyn në çip edhe nuk tharbet ai më. Sepse ati është nxjerr ujë krejt. Është kullu, ka mbet vetëm ai kajmaku, ajo landa e parë e qumshtit. E tash a hahet ai? Po ai hahet, po ajo shumë i rëndë në fakt më. Ai është domethënë yndyra e ai është shumë e rëndë. Atëherë çka bëhet? A mund bëhet ai rënë ai apet? Qyshjo, e tret me ujë. Bile është bukur problem, se as shumë thahet ai, është bukur problem me tret në ujë. Po megjithatë tretet në ujë dhe kthen në ajran. E pse është bë kë? Po verës kur ka pas kullosa të mira. E i ka pas 100 litra qumsh në dite. Kur dimnit nuk ka më gjatë
një gjatë tillë, atëherë çysh me deponu? Mjeshtri e fermerëve kjo është. Mjeshtri e fermerëve që kanë ditë domethënë mos me met në hall ditëve kur nuk janë të begatshme, kur janë të thata, kur janë me borë, kur dita është e shkurt, kur nuk ka kullosa e tjera. Pra edhe ky lloj ushqimit hyn në këtë kategori. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e përmend këtë me hadithet të tij që na kanë ardhur në versione të ndryshme, pra këto 5 lloje nuk janë të përmendme të 8-5 me një hadith, po njëna prej tyre përmendet në një hadith tjetër po ashtu sahih dhe kështu të 8-5 kur i bojmë bashk, atëherë na del se këto janë 5 llojet e ushqimit që bën të jipen ose që janë dhënë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, a vetëm këto 5 lloje mi dhon? Mishi kumet në kurban. Mas 2 muaj e 10 dite. E po, cilat janë tjerat? Orizis se përmenden. Kijasi dietarët krahasimisht ma vonë, pra me këto ushqime i kanë bë analogji edhe disa ushqime tjera. Mirë po, për me bë kijas, do të mi ditë shartet e kijasit. A i dini? I dini. Do të ketë një diçka ma herët që ka dispozit, do të ketë asëll i thuket, bazë. Pastaj të ekzistoj dispozita e asajt parës të jetë farz, vajib e tjerat, jetë e dishme. E treta të ketë i letin e përbasht. E katërta, e që unë përmend 4 se është e dyta, është të ketë diçka që na ka ngjatë, domethënë është deg. Kjo është baza, kjo është dega. Këtë degën po doj me barazu me këtë bazën. Tash çysh me i barazu? Ja kshyrmi i letin, a kanë të njëjtë. Çka mujtet ju me marr me mend për çdo lloj të ushqimit, edhe një herë, unë jo rastisht e zgjata pak me kosin. Grun, elb, hurma, rushtat, kosi kullum. U përgjigj shoku paraprakisht, pra vetëm koha e zgjatjes tyre ka qenë shkaku, pse prej këtyre i kanë dhënë hurma, gjithnjë e tham temër i thojnë hurmes that, nuk i thojnë hurmes në rrem. Pastaj rushi i that më dit, pastaj këto dyja prej disnave më është e qartë, edhe ky kosi i kullum ose ky djathi prej këtyre që deponohen. Dhe rrjedhimisht dietar pra dispozitën e tyne e kanë marrë dhe e kanë zbrit në ushqime tjera që kanë mujt me qenë në popuj tjerë dhe mujnë me qenë tek popuj tjerë e që nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra jo që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka pas ushqime tjera. Ka pas edhe ushqime tjera, madje edhe mish. Ai Allahu që e përmendi, edhe mish ka pas, mirë po nuk e ka përmend këtu dikun mishin. Edhe dietarët më vonë pra kanë fut këtu edhe orizin që e përmendi, vëllai, mund të futet këtu pasuli, sidomos pra këto që janë me kokra e që nuk prishen, jetojnë gjatë, edhe gjana të ngjashme. Pra secili vend mund të ketë ushqimet e ngjashme të natyrës që i përngjajnë këtyre të mëhershme. Për shembull, mundet me qenë edhe misri, E pastaj vjen nga kjo edhe produktet e këtyne tani milli e tjera. Dhe dietar madje kanë thonë gjithçka që për to jepet zakat, si e mirë bujqësore, konsiderohet ushqim për sadakatul fitr. Pse, çfarë rregulli kanë pas më herët? Përjashtojmë hanefit. Aty kanë drithnat, hurmet dhe rushi i thatë, apo për zakat. Tjerat nuk u përmenden. Dietar kanë thonë, po jo, tjerat që më përmend, po orizi ka zakat, pasuli ka zakat. Sepse i përngjan aty në tjera, por nuk ka zakat bostoni, shalcini,
nuk ka zakat domatja, speci. Pse? Se këto prishen shpejt. Këta këto që prishen shpejt, nuk ka zakat. Këto që qëndrojnë gjatë, ka zakat dhe nga kjo kanë thonë edhe kjo mund të përdoret. Mirë, a bën mi dhon parë për Allah mas miri, mas leti. Tash po i dhojnë, po thot dikush. Dietarët kanë dy mendime. Shumica dietarë për trime dhe hebet e ndalojnë të nxjerret vlera e këtyne në pare. Ata kërkojnë që të jepet ushqim. Ata thonë mund të bëhet krahasim, pra analogji, cilin lloj të ushqimit, mirë po derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që ne ka mësuar neve dinarin dhe dirhemin, është ai që ne ka mësuar premjen e kurbanit, mishit edhe gjanave të tjera, a ne ka precizuar vetëm çdo lloj të ushqimit për zakat, atëherë nuk guxojmë i leju vetes luks me thonë bën na me dhon parë. Pra qëllimi është që ditën e Bajramit fukaraja me pas ushqim, jo me pas parë. Pse nuk është njëjtë hol, po parja të bjen ushqimin, apo? Mirë, pse në kohë të luftës ti as kishe parë me ble shumë sena, 1 kg sheqer e kanë rujt 2 muaj ditë. Pse? Parë i ka pas 1.000 euro në xhep, 1.000 marka në xhep. S'ka ku me ble, domethënë nuk është pra parja ditën e Bajramit gjithçka. Ajo mund të jetë nesër me shumë e vlerë, po mjafton shqitorët me qenë mbyll, nuk ka t'ja mban njeri. Kështu që kur e çon ushqim, ai nuk mundet me thonë që nuk ka ushqim. Ndërkësh Ebu Hanifa e lejon një gjatë tillë, e lejon që të shndërrohet në vlerë monetare, varësisht për përçmimit të atyne artikujve. Ju e shihni se edhe këta artikuj nuk janë krejt të njëjtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka caktuar neve 5 lloje të ushqimit, varësisht prej gjendjes ku je ti. Ti ndoshta nuk i grun se nuk merresh me to, po je prej atyne që ki hurma. Cila është më e shtrejtë? Po letë është me ditë. Çaj tasi me hurma të thata, 1-2 euro, sa i tasi i ka tash do ta shumë 1-2 kilograme ma tepër i bjen, 2.100 dikun, me matit e sotme. Na del dikun 3-4 euro hurma. Nëse japim grun ato, ka 25 cent, 2 kila, 50, 2 kila 200 leja, 60 cent. Pra, dallimi a ekziston? Ekziston. Ti ki hurma, ti jep hurma. Ti ki grun, ti jep grun. Ti ki kost that, ti jep kost that. Për cila është ma e lira? Për secili e ka dhënë ma të lirën. Se atë e ka, atë e posedon. Dhe nga kjo, nga njëherë njerëz pyesin pse 3 çmime po i caktojnë 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro. Po varësisht ti cilin e ki ti. Vlera e asaj që po jo ne ashtu kështu asnjë nëse kom duhet mi ble. E po e këshyrum ti ku je ti. Do thonë cili është ushqimi që ti e përdor më tepër, atëherë atë do ta jepsh. Cila është më mirë të përdoret? Vlera apo ushqimi? Ka dietarë që kanë folë në kohë të mëdhenshme mas këtyne mëdhëhebe, sikur që është Sheikhul Islam Ibn Taymije dhe tjerë, se cila është më mirë. Dhe nuk e kanë ndaluar njërin në mënyrë rrepsisht e që mu kuptu se vetëm tjetra lejohet. Ka raste. Ata kanë thonë du të shikohet se si është interesi në atë vend, në atë kohë. Të shikohet cili është interesi. Nëse është interesi të jepet
zekati në ushqim, atëherë nuk lejohet që prej saj të shmangmi dhe të kalojmë në diçka tjetër. Pra, është ushqim, do ta japim ushqim. Në rast se ushqimi nuk ka vlerë më, dhe nevoja për pare është më e madhe, atëherë mund të jepet parja. E pse? Pikrisht ndoshta do të kishte qenë mirë me pas këtë parasysh që qëllimi është që ditën e Bajramit me pas një solidarizim të familjeve të pasura me familjet e varfër dhe anasjellës. Nëse krejt fillojmë me i qu ushqim, po ashtu shka u mur vesh ai për grun, oriz, pasol, oriz, grun ose mill. E këto i boni, po nashta me thonë hoxh unë për tanë vitin nashta s'po kam se për ditë Bajramit i kom rujt çdo. Po 1 kilo oriz e kam. Atëherë çka me bo? Thotë unë do mish e kisha ble. E kisha ble, po unë s'po muj me të se s'po shkruan. E po këtu tash, do më thonë, duhet me bo zgjerim. Sidomos në kohëve tashme në vendet tona, na kemi edhe problem bile me gjetë ku me dhonë zakatul fitri. Për këto jem dëshmitar. Sepse thash edhe njëherë, ata që japin zakatul fitri njën ma shumë. Bile, ani me atë mënyrën që do të përmend tash, kur me dhonë zakatul fitrin që fillojnë mja që prej natës të kadrit, që ai vesh ka fillu me bo, edhe ai që e merr zakatul fitrin ka me dhonë zakatul fitr. Ka me dhonë, se ai tash ki ka bo 100 kg mill, ai ka bo s'disa kila oriz, ai ka bo pasol s'disa, që nuk mundet me thonë se natën e Bajramit ai s'kom shka me dhonë. Kur krejt ai ka tepër, kërkuj bërë si ka. Pra, muj me dalë në situata që kërkohet zgjerim. Ai ka të natë mirat në sofër, po nuk ka mbëlsirë. Ai ka të natë mirat në sofër, po nuk ka pem pak ma të shtrejta që ai do t'i kish shiju ditën e Bajramit me familje. Pra, mund të kem zgjerim këtë drejtim lazëm. Pak du të mi qelë dyrt në këtë drejtim. Që, valla unë hoqë për mu ma është nesh me ushim, edhe unë që ashtu thëmë. Edhe për mu është ma është nesh me ushim, po le të mundohemi të ushqimit të fusmi pak lloj-llojshmëri. Sidomos ato që ati nuk i shkon mendja me i ble, po t'ja jep shpare i dhimen. Atëherë bleja do ushqim që detyrimisht ai ushqim nëse sa ditën e Bajramit, ai ka mu gjujt. E mos flasim kur sot javçojmë pare familjeve që nuk kanë në sytë e tonë, domethënë nuk janë të varfun. Shpesh ajo rastet kur ti e sheh ai tu bosh hajbre paliminer edhe mas një ore del i blen një shtek cigare që pa cilën ai se sheh me prit Bajramin, e ty të vjen mërzi. E për këtë arsye tani ik prej asaj. E un po them kështu, ushqim po se po, nëse ti sidomos e din rastin që ushqim bash për ushqim bazik nuk është i nevojshëm, atëherë zgjero pak listën e artikujve ushqimor që ti i dërgon atij. Për këtë arsye, shumë dietarë të mëvonshëm e kanë favorizuar mendimin e Ebu Hanifës në këtë drejtim. Kur jepet, shumica e dietarëve mendojnë që s'bën më dhon para natës Bajramit. Nëse jepet, u dhon jashtë vaktit të saj. Te Hanefit lejohet më dhon një ditë ose dy përpara. E do mendime ekzistojnë që prej natës kadrit do bojnë 10 ditë e fundit, do thonë krejt si t'jesh në Ramazan. Realiteti është se si t'jesh në Ramazan është tepër, sepse hub qëllimin krejt, edhe në 10 ditë e fundit është tepër. Amo edhe me kufizun ditën e fundit është mo veç se e pamundshme, sepse nëse na sidomos mendojmë me shku me këtë metodën para se mu fal Bajrami, pra bashkë kështu me këshyr koha, po i del se unë tu shku në xhami mja qu ati ushqimin, e tani shka me boj, me pas guxuajt me flajt natën e Bajramit me të prit helbet mos po vjen t'ja. Jo, ai u është detyruar me bo zgjidhje veç, mo
sepse ai mos i kthehet pi bajramit shka me shtru sillen. Për këtë arsye sidomos kur detyrohemi me i çun vende më të larta, sidomos kur sot bëhet me autorizim një gjë tillë, ti jep parë se ti nuk kini fukara që i ki kojshi ose të afën. E ti jep parë e bën atë organizimin tënd, atë autorizimin që e bën ti me parë, ai personi ka me dhon pa tjetër ka me dorëzu para se mu fal bajrami. A ki të qartë? Për me dorëzu ai para se mu fal bajrami, a u dash me blej atë mall, atë ushqim? Po, është dash me blej. E kur me pas blej, mas ju fal jacia, jo e është dash ditën me blej, po për me pas blej ditën e fundit Ramazanit, ai bilet në promi është dash me pas parët e gatshme. Me fjalë tjera, thuj se gjithë dietarët më vonë tani kanë leju që më dhonë ma herët sepse nevoja është bukur e madhe për një gjatë tillë. Ku jepet? Shkurtimisht, shumica e dietarëve thonë fondet që vlen për zakatul fitr, për zakatin përgjithësi janë po ato fondet që vlen për zakatul fitrin, përderisa malikit e kufizojnë, thonë jo, janë vetëm dy kategoritë e para, nuk vlen edhe për kategoritë 6 tjera. Dy të parat për dini kush ishin, fukarat dhe miskinat. Ku shpërndahen? Shpërndahen në vendin ku ti jeton dhe me vlerën e ushqimit ku ti je. Pra, kjo është rregulli, por nëse paraqitet nevoja diku tjetër, në një vend tjetër, sepse në vendin tem nuk ka, sidomos me këtë problem ballafaqohet mërgata jonë në vendet perëndimore ku atje kërkush nuk është i nevojshëm ja çu zakatul fitr, nuk ka kategori, domethënë që e meriton, atëherë detyrohen sikur zakatin ose zakatul fitrin me zhvendos në vendet prej ka vijnë, ata mundin me bën një gjatë të tillë, vetëm se të ta do dallon se çmimi i ushqimit tyne do të jetë më i lartë se sa i ushqimit këtu. Pra ai kilogrami i miellit atje është më i shtrenjtë dhe ai duhet ta jep sipas vlerës së atjehit. Po nëse ai bën një pjesë Ramazanit atje, një pjesë këtu, e këshyr mi ku ka bë shumicën. Nëse i ka bë 20 ditë atje, 10 këtu, pra ka arë pak para bajramit, ai jep me çmimin e atjehit. Nëse e kundërta është, atëherë e jep me çmimin e këtuhit. Kjo është në shpejtësi dhe në pika të shkurta sa i përket edhe kësaj teme zakatul fitrit. Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me juve, kërkojmë halallëk për kohën dhe të njëjtën kohë lut Allahun e plot fuqishëm që t'ju shpërblej me të mirat e tij për sabrin në kërkim të diturisë. Nëse nuk kemi arrit me fitu diçka prej njohurive, atë një jam i sigurt me garancë të hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kemi qenë në mezhlise të ibadetit dhe vetë qëndrimi jon edhe me flajt ka pak o shton ibadet. E nëse edhe kemi marrë ndonjë njohuri, atëherë edhe më mirë. Allahu qoft i kënaqur me gjithë neve, Zoti i pranoft. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad bima huwa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما